Mala, nesër një ndeshje e rëndësishme ndaj Elbasanit që vjen si kryesues i Shkodrës, si është vëllaznia për këtë ndeshje dhe sa është përgatitur. Atëherë normalisht nesër është një ndeshje si i takon një lezeti si themi të kampionatit shqiptar, dy ekipe me histori edhe nga renditja tabelare besoj që do shumë e luftume, po ashtu edhe ndjekun. Ne normalisht kena pas ndeshje, kena marrë gjitha masat, sot e kena përgatitjen e fundit si themi stërvitjen e fundit edhe do shohim si do vendoset ekipi në fushë. Por mund të them që kemi një besim të plotë edhe kena punuar për këtë ndeshje dhe shpresoj që të dalim me pikë të plota. Duan vllaznia me sulme të mirë me Elbasanin, me mbrojtje më të mirë. Besoj që nuk do të lehtë për ta çarë mbrojtjen e skuadrës së Elbasanit. Po, ashtu këto javët e para ata kanë treguar që janë një ekip, një skuadër kompakte dhe nuk kanë psu gola, kurse ne kena treguar që dim të shënojmë çdo moment. Besoj kena besim të plot në kualitetet tona si ana e repartit të sulmit po ashtu mbrojtjes edhe mes fushës. Do jetë një ndeshje siç e thash shumë e luftume, do jetë e vështirë normalisht sepse edhe renditjet tregojnë, por kemi besimin e plotë dhe shpresojmë që në fundit dalim në fitimtar. Në aspektin personal duket se Mala ka ardhur në formën më të mirë sportive. Jeni këtij mendimi? Po, forma sportive çdo herë mendoj që ka vend për përmirësim, edhe atëherë kur mendon që je në kulmintat, atëherë normalisht që ke ende për të përmirësuar. Pra mendoj që akoma ka më shumë për të dhënë si në aspektin fizik, po ashtu të teknik, kështu që çdo herë ja lej kohës dhe çdo stërvitje të mundshme që të përmirësojmë çdo aspekt të mundshëm. Mala, me çfarë kontingjenti do të shkojë vllaznia në përballje ndaj Elbasanit? Pra jeni të plotë si grup dhe a jeni gati për të marrë vendin e parë psikologjikisht? Po, tash javën e fundit dihet që kena pas sa mungesa për kartona për dëmtime të ndryshme. Tash siç e thash edhe sot e kena një stërvitje të fundit, do shohim kush do jetë i mundur kush do jetë i gatshëm për ndeshje dhe kush nuk do jetë. Pra aty do vendosim stafi mjekësor dhe teknik i klubit, kurse për ndeshjen siç e thash, po ashtu të jemi të përgatitur. Është herë për të folur për vendin e parë, vendin e dytë, po normalisht me një fitore kjo të nxjerr para, edhe jemi të gatshëm pse jo. Mala, Elbasani ka mbrojtjen më të mirë në këto 5 javë, do arrijë vllaznia ta thyej këtë mbrojtje edhe të shënojë golat e fitores. Po në çdo ndeshje kena shënuar siç themi edhe atë të motivuar jemi, besim kemi edhe besoj që do arrijmë të shënojmë. Shpresojmë që të shënojmë më shumë dhe dalim fitimtar. Fillua vazhdon të tronditën ndoshta nga ndeshja me Vorën. Do të ketë një gol edhe nesër Mala apo rëndësishme të shënojë kushdo? E rëndësishme është mirë e the ti Gjergje, rëndësishme është shënoj kushdo, s'ka rëndësi, cili shok tjetë në pozitën më të mirë, normalisht do të shërbejmë, edhe kena treguar që kena afrim të mirë në grup, edhe me rëndësi fitore, besoj për gjithë lojtarët, për gjithë ekipin, po edhe në aspektin personal, nëse në vjen ndonjë rast do mundohem ta shfrytëzoj më së miri. Mala, shumë konkurrencë për një vend në formacion. Ke ndjen veten personalisht dhe skuadra te konkurrencë? Po, atëherë këtë vit ka vret, kur është grupi i plot, atëherë ka vështirësi si të themi se kush do luajë, sepse gjithë kanë cilëtetin e mirë dhe nuk ka rëndësi kush luan, edhe nuk ndjehet mungesa. Po besoj që kjo konkurrencë siç po vret deri tash i ka bë mirë grupit, sepse kena treguar që pavarësisht kush luan ose kush futet zëvendësues tregon jep më të mirën dhe çdo moment që zgjidhet lojën. Po kjo i shërben besoj grupit sepse mbi të gjitha është konkurrencë e shnush. Sa që dy parë luani në qendër mes fushës, por edhe në krahun e djathtë, ku ndjej më mirë Mala. Po janë dy pozita që gjatë gjithë këtyre viteve karrierë më kanë ndjekur si themi, edhe mund të them që i kanë bërë pozita natyrale të mia, si në qendër apo ashtu edhe në krah, edhe besoj që të dyja ndihen mirë. Varësi një lloj. Varësi të ekipit ku ka nevojë. Po një vllaznik që krijon shumë rast. Ja apo një pozitë shumë rast. Sa kemi punuar gjithë për të kultivuar këtë aspekt, do të thonë se ishte një nga kritikat të cilën bëri edhe Martini javën e kaluar në mënyrë të veçantë për egoizmin e tij. Ajo është si themi është parë nga të gjithë që kena humbur shumë raste, më rëndësishme është që kena kriju, kurse normalisht për përmirësimin e këtyre punojmë për ditë, ku jo që vetëm të shënojmë, po pse jo të shënojmë gjithë ato raste që na dalin. Edhe për ditë normalisht në faza sulmit, si themi, punojmë edhe individualisht mas stërvitjes me gjujtje, me mbyllje të aksioneve dhe mundohemi që t'i shfrytëzojmë edhe një rast ta kemi ta bëjmë gol atë. Por mund të them që rëndësishme është që ekipi përdor në rast.
Ala viti i tretë për ju në Shkodër, është kjo vllaznia më e mirë gjatë këtyre viteve që ju keni qenë këtu? Po mund të them që është viti 4 në Shkodër ky, edhe nuk du të them është më i mirë apo më i keq, sepse në çdo vit kemi pas lojtar shok mjaft mirë, kurse këtë vit mund të themi që është më i kompletuar sepse mund të kemi edhe zgjidhje më shumë. Ju dhe shumë pjesëtar të vllaznisë, po mundoni që ndoni me këmbë tokë, do të thënë që marrë ndesh një nga një, po në opinion është kryer një ideë që të vllaznisë pretendente. Një mjaftësi për ju kur të gjithë flasin një? Po vetë nga kualiteti i lojtarëve normalisht edhe të bën që të mendosh për një vllazni pretendente, po ashtu siç e the, ne po mundohemi që mos të fluturojmë pa bë asgjë ende, sepse vetëm 5 neshe kanë kaluar dhe është gjithë ato javë përpara dhe vetëm fillimi. Në fazën e 4 atëherë mund të flitet për diçka më shumë, po kurse tash është vetëm fillimi edhe mund duket sikur janë fjalë boshe. Një përforcim tjetër ka mbritur tek vllaznia. Mendoni të të jap një shtysë më tepër skuadrës? Po tashi po e presim si themi të dalë një stërvitje sepse i ka mbaru ditën e gjeshme si themi ato burokracitë që duhet për një lojtar me i mbaru. Edhe besoj stafi ka bërë normalisht zgjidhje të mirë sepse kanë treguar që këtë vit kanë zgjedhur mirë edhe shpresoj të na ndihmojë sa më shumë. Normalisht vlerësuar për ekipin është mirë për ne. Në ndeshjen shtëpi veç fitore vllaznia këtë sezon. Do të vazhdoj kjo seri fitore edhe nesër? Po, kena treguar që në shtëpi jena shumë të fortë, si themi kemi kështjellën e fortë, edhe shpresoj ta mbajmë këtë seri, mos ta prisim deri në fund. Ndoshta në fund, po shumë rëndësishme, tifozëria për ju, sa ka rol dhe a keni ndonjë thirrje publike për to? Patjetër. Është një ndeshje kulminante në Lorë. Patjetër. Ata janë një pikë mbështetëse ku e kanë treguar në këto ndeshjet e para të këtij kampionati, kanë ardhur shumë, na kanë kënaqur, na kanë dhënë atë motivimin e duhur. Është një kënaqësi kur shef tifozërisë shkodrane duke mbush shkallët e stadiumit, po dhe duke dhënë mbështetje ekipit. I presim, shpresoj që të na vinë jo vetëm këtë ndeshje, por çdo ndeshje tashme sepse janë motiv shtesë për ne. Por ka ndryshuar me ardhen e Trajnit Martini në kryet skuadrës? Po mund të them që ka rrit kërkesën, si themi atë kërkesën e veçantë për çdo lojtar dhe ka vendosur përgjegjësi mbi çdo lojtar, si themi nuk kërsen asnjë, edhe motivin që ai ditë jep. Suksese.